Ulja e menjëhershme e temperaturave ditët e fundit jep efekte në rritjen e çmimeve të fruta perimeve, pasi ka ndikuar në paksimin e prodhimit në vend. Tregtarët e fruta perimeve deklarojnë se ka pasur një rritje të çmimeve ditët e fundit, si tek frutat dhe tek perimet, dhe pritet që me uljen e menjëhershme të temperaturave të ketë një rritje të mëtejshme. Gjithashtu edhe afrimi i sezonit të dimrit pritet që të jap ndikim në rritjen e mëtejshme të çmimeve. Tërë do të shtohet 100 lekë ose 200 lekë e rrujtët, më anë ditë kostoja e frigoriferit, e pastrimit, e seleksionimit, e janë shumë arsye që këte e bajnë që të ngrihet 100 lekë ose 200 lekë. Nësa për perimet, kemi një tendencë për domaten që vjen origjinale nga fshatrat e Dajtit, ka një tendencë paksimi, do me thonë, sepse vetë sezioni saj mbaron. Ka paksuar malli, janë ngritur pak çmimi dje dhe sot. Kryesisht kush çmime janë ngritur? Nga gjitha, hytë speci dhe rrushi dhe shega dhe bamja janë ngritur nga 100 lekë më shumë. Rënja e temperaturës mund të ndryshojnë edhe çmimet, se ka shumë prodhime atë fushës, nuk e përballojnë temperaturës me njëherë dije. Me uljen e temperaturave pritet paksohet prodhimi, pak në javën e Me uljen e temperaturës do ulet prodhimi, detyrimisht do rritet çmimet. Ka ca ditë ka ndryshuar. Aktualisht kërkesat më të mëdha të tregut për fruta perime janë mbuluar prej prodhimit të vendit, duke bërë që edhe çmimet të jenë të ulta.